Këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të plaçkitura dhe më të dhunuara në tërë historinë elektorale të Shqipërisë pluraliste. Kur ndonjëherë bandat nuk kanë kaq shumë përfaqësues të tyre në parlamentin shqiptar sa në këtë parlament. Zgjedhjet e 11 majit u karakterizuan nga blerja publike më masive në tërë historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Libri i zi i këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektorale Edi Rama, që nuk respekton as një rregull, as një ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Protesta do të jetë paqësore. Ne garantojmë se nuk do ketë probleme që të cenojnë në shkallën më të vogël sigurinë e dinjitarëve që vinë, por duam që ata ta mësojnë se kanë qenë të ftuar nga një narkodiktator që nuk njeh ligj as moral për votën dhe vullnetin e qytetarëve të tij. Ne kemi bërë gjithçka në përputhje me ligjin, sa në takonte ne si opozitë, që Shqipëria të ketë zgjedhje. Tani opozita ka detyrat që do t'i përmbush me shumë dinjitet, me shumë vendosmëri.